Jemi rikthyer në studio, do të flasim pak me zëvendës Ministrin e Ekonomisë dhe Inovacionit, zotin Kajo, edhe për efektin që ka në punësim pjesa e startupeve ndër vite, mbështetja që ju jepni. Keni një bilans, një raport sa vende të reja pune krijohen nga kjo nismë? Atëherë, startupet pikërisht është një kategori që ne po mbështesim më shumë për potencialin që ato mund t'i japin tërë ekonomisë shqiptare. Pra, objektivi është mundësimi dhe krijimi i një unicornit. Një unicorn është një startup që arrin një vlerësim rreth $1 miliard para se të kotohet si vendim. Pra, është një kompani që kalon nga hiçi, pra nga një ide në një kompani, le të themi, gjigante me shumë vende pune. Kështu që potenciali që startupet mundësojnë për vendet e punës dhe për ekonominë dhe njëherë janë shumë të mëdha, prandaj ne po japim të mbështetje. Aktualisht dhe fazën dhe rritjen që ato kanë, po rriten, por nuk është se kanë ndonjë rritje aq determinuese sa që si themi të influencojnë tregun e punës. Pasi qëllimi pikërisht është rritja e masës së startupeve, pra numrit të tyre, me qëllim që shumë startupe normalisht nuk arrin si themi të mbjetojnë mbas disa viteve. Prandaj quhet dhe anglisht quhet death valley, pra si shumë tentojnë, pa arrin deri në fazë rritje të themi validimi, po pastaj nuk arrin, nuk të mbjetojnë dot. Por një herë sikur një startup të arrish të transformosh në unicorn, mund të ketë një impakt shumë të madh për ekonominë shqiptare. Për shembull, siç ka ndodhur në ekonomi të tjera, për shembull si Suedi, me rastin që është një dhe nga pak unicornët në Europë, le të themi, që është Spotify, që ndryshoi komplet mënyrën e të bërit biznesit, le të themi, të shitjes së muzikës ose të drejtës autorit në të rasti. Dhe efektit që startupet kanë në ekonomi, pastaj është dhe efekti spillover, pra këto foundersat pastaj mbështesin foundersat të tjerë, krijojnë edhe një herë vende me kushte shumë të mira dhe paga të larta, po dhe influencojnë si themi tjerë dhe mbështesin ekosistemin që vazhdon rritet dhe gjenerohet. Po që të arrish në këtë lloj niveli duhet të mbështesësh dhe duhet kohë, nuk bëhet nga dita në ditë. Ne po shohim zhvillime vit vitim në numrin pikërisht aplikime, numrin e mbështetjeve dhe zgjidhjet e reja. Qartë, Kryeministri Rama foli për fenomenin e bullizimit online ndaj fituesve të programit. Si ministri, çfarë mbështetje konkrete mund t'u ofroni ju startupave që përballen me këtë problem? Neve startupeve edhe një herë i ofrojmë 360 gradë mbështetje, por Kryeministri Rama e shpjegoi dhe dha si themi këshillën e tij, si themi për startupet, se si duhet i përgjigjen, le të themi, bullizimit ose si themi kritikave ofensive, duke thënë pikërisht nuk duhet të shihen fare të lloj komente, se normalisht ka gjithmonë haters dhe persona si themi bullizues në të rastit. Ndërkohë, keni një koment për gjithë ata të rinj që mund të kenë një ide, por nuk hezitojnë as ta aplikojnë dhe mbase janë skeptik, nuk kanë besim në këtë formë zhvillimi? Mund të them që në vitet e kaluara ka pasur aplikime të cilat nuk kanë fituar dhe janë riprezentuar dhe kanë fituar. Të provosh nuk kushton asgjë, sidomos me mënyrën që tashmë nuk mund të aplikohet në mënyrë shumë të kollajshme nëpërmjet website-it i Albania, pa paraqitur asnjë lloj dokumentacioni, pasi gjithçka bëhet online, plotësohet i formular dhe të gjithë dhënat e tjera pastaj përthithen si themi me ndërlidhje nga plataforma, kështu është shumë e thjeshtë dhe ja vlen që të tentohet për pasur mundësi për të fituar. Ndërkohë, ky ishte le të themi shansi i fundit për këtë vit, ë? Vitin tjetër do të kemi hapje të thirrjeve të tjera, po. Ndërkohë, si po bashkëpunojmë me institucionet ndërkombëtare dhe për standardet e Bashkimit Evropian për të rritur konkurrenshmërinë e bizneseve shqiptare në tregjet e huaja. Tashmë janë ndezur motorët në çdo sektor për të punuar në drejtim të përshtatjes me direktivat e BE-s, ako ne aspirojmë hyrje në BE. Po, programi që pikërisht sa po lançuam për shembull është një program pikërisht për të rritur konkurrenshmërinë e biznesit shqiptar, sepse për të qenë më konkurrues normalisht duhet lidhesh, janë disa faktorë. Më e rëndësishme normalisht është edhe rritja e produktivitetit, të cilat determinon normalisht në një teknologji më të avancuar. Për këtë gjë, për shembull, dhe startupet mund të sojnë normalisht zgjidhje teknologjike të reja që mund të rrisë produktivitetin. Aksesi në financë është një element shumë i rëndësishëm. Për këtë arsye, ne po punojmë për të lançuar ose zgjeruar më saktë skeme që ishte vetëm për sektorin e bujqësisë, që quhet dyfishos sipërmarrjen tënde, të cilët ka pikërisht për synim rritjen e produktivitetit, rritjen e eksporteve,
përmirësimi i standardeve certifikimit të biznesit shqiptar për të qasur tregut evropian. Pra, janë disa nisma të ndryshme që ne po marrim së bashku me ndryshimet ligjore që avash e se të po ndodhen dita ditës dhe institucionet e reja që po krijohen, po krijojmë dhe programe si themi specifike si për mbështetje financiare, po dhe më gjerë për të mbështetur biznesin shqiptare për të rritur konkurrueshmërinë. Dhe edhe një herë, drejtimi i inovacionit për një ekonomi me shkallë të ulët si Shqipëria nuk është zgjidhje, nuk mund të jetë shkalla, rritja e prodhimit në shkallë, po pikërisht rritja e cilësisë dhe produktivitetit, pra me produkte më të sofistikuara, le të themi. Prandaj Qartë. kemi edhe një fokus të madh te startupet, dhe jo më të vetët. Zoti Kaj, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio me ne për të ndarë gjitha detajet e programit startup dhe jo vetëm. Faleminderit. Të nderuar televizionistët, do të shkojmë në publicitet.